Politikanët e Vlenit I ka qenë kryetar Bujar Osmani. Po mirë, tani unë do kisha thonë se kur je vetë bretkosa, çdo pellk të duket këneta jote. Sidomos kur je rritur në kënet, çdo ajër I pastër të duket dhe fillon të dhem koka, të duket me kokdhimbje. Dhe ky mesazh mjafton për zotriun e kënetës, për arsye se kur I gjatë aty, kupton në kënet dhe ata ujra janë të palëvizshëm dhe kur e shiqon vetëm veten e shiqon aty. Dhe fillon të flasësh vetëm me veten. Dhe të duket krejt ai pellgu sikur është shtëpia jote. Kështu që unë me këtë mendoj se është e mjaftueshme, nuk ka nevojë të japim shumë koment të shokut të ngushtë të Lavrovit, I cili ka fotografi të bukura me Lavrovin, është I vetmi politikan shqiptar që ka ministrin e të Rusisë, dhe është ministri vetëm shqiptar që ka fotografi me ministrin e jashtëm rus. Dhe për këtë arsye I themi vazhdo rrugën se je mirë aty ku je.